Matematikani rus që ka zbërthyer një kod numerik i cili mund të zbërthej dhe modifikoj realitetin ku gjendemi. Tani më ndiqni me kujdes. Është një argument kompleks, por do më ndiqni me kujdes sepse në fund do t'ju them një metodë numerike që e përdor edhe CIA, me të cilën mund të shëroj, jo të gjithë njerëzit, por disa prej tyre mund të shëroj. Dhe tani po i them dhimbjet dhe problemet që ka njeriu. Tani do t'ju tregoj për këtë histori dhe për këtë tregim të këtij shkencëtari që është një matematikan, pra rus, i cili ka një jetë vërtet komplekse. Por më ndiqni me kujdes sepse jam i bindur që shumë prej jush do t'i interesojë ky si argument. Si gjithmonë, kush është këtu rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi pranë bashkë. Atëherë, ky zotëri që tashmë është 60 e ca vjeç, pra jeton akoma, quhet Grigori Grabovoi. Grigori ka lindur në Rusi, por ka lindur nga ana e Kazakistanit dhe prindrit e tij ishin nga Ukraina. Mirë po, ai tregon ka mbaruar fakultetin për matematikë dhe ka zgjidhur disa probleme matematikore vërtet komplekse në kohën e tij. Është një njeri shumë i qetë, shumë bindës kur flet me të, por sepse ndoqja disa nga intervistat e tij, por atë që ka zbërthyer ai, pra atë që ka zbuluar, ka lënë pa fjalë shumë shkencëtar. Thash, dëgjoni me kujdes për të mirën tuaj. Sepse janë informacione të rralla, kjo është në ekskluziv për ju, kjo video, nuk ka folur në asnjë vend për këtë, është herë e parë që po flas, bile në botë flasin shumë pak për të. Dhe do t'i them është ky fakti që flasin pak, sepse Grabovoi në vitin 2008 u dënua me 11 vjet burg. Dhe dini pse? Sepse nëse mbani mend, disa fëmijë që vdiqën në vitin 2004 në Rusi, ai tha publikisht, u tha prindërve të tyre që mund t'i silte në jetë fëmijët. E dëgjohet mirë. Pra, sipas tij, në mënyrë matematikore me disa frekuenca, mund të silte në jetë fëmijët. E di që tani kalojmë në një tjetër dimension për flasim për këtë. Por doja t'i thoshe që nga ky ai u ndëshkua shumë, nga ky fakt, sepse ky ishte një nga ato faktet që e çoroditur jo vetëm atë, por edhe gjithë opinionin publik. Tani, çfarë ka zbuluar ky zotëri? Duhet të dini që Grabovoi ka shkruar një libër që sipas tij, nga këtu njeriu mund të modifikojë dhe ta përvetësoj ose ta modifikoj nga momenti që e zbërthen, mund të modifikoj realitetin. Dhe ai ka shkruar edhe një libër, siç thash, që quhet The Resurrection of People and Eternal Life from Now on is Our Reality. Pra, ringjallja, si mund të quhet, e njerëzve deri sa për të qenë etern në frekuenca, kujdes, dhe në realitetin, dhe të modifikoj realitetin ku i gjendemi. Në fakt, Grabovoi ka themeluar edhe një shoqat që quhet Technician Universal Salvation of Harmonious Development. Pra, se si mund të modifikosh qenien tënde me anë të disa teknikave. Dhe disa nga këto teknika i ka me numerike, dëgjoni sepse është vërtet të çuditshme. Grabovoi ka lindur vitin 1963 dhe nëse keni mbani mend, duke filluar pikërisht nga viti 1960 e këtej, kanë lindur disa tipa të veçantë që me të vërtet duke sikur modifikojnë realitetin. Dhe ky mendohet që është një nga ata, do thotë njëri nga ju tani, po mi si e modifikon ky realitetin kur e futën në burg. Prisni. Sepse këtu janë ato, si mund të quhen, misteret. Ai ka zbërthyer disa teknika, ku disa nga këto teknika përdoren jo vetëm në Rusi dhe në vende të tjera, pra matematikore, por edhe në botë. Bile kur shpik ndonjëri ndonjë diçka të re, e klasifikojnë si një të çmendur, ose e mundojnë që ta anashkalojnë, ta vrasin, ta dërmojnë, derisa pastaj më vonë ja vjedhin atë praktik, dëgjoni mirë, ja vjedhin dhe pastaj bën të tyren. Dhe Grabovoi duket njëri nga këta. Pra, në qoftë se dikujt nga ju mund t'i duket një çmenduri që ai mund të ringjallte këta njerëz, këta fëmijë, ai diçka dinte, diçka me fjalë nuk e lan. Pse nuk e lan? Pse nuk e lan që ta provonte? E zëm që ai është i çmendur.
Pse nuk e lani që ta provojnë? Nuk është i çmendur as pak. Ka diçka. Mund të jetë një teknik, sepse një teknik pra që modifikon realitetin dhe do t'ju them se përse. Grabavoj tani jeton në Serbi dhe ai që aty nga Serbia mundohet që të informojë njerëzit pikërisht me këto dhe ka bërë disa libra të tjerë dhe po përfundon një libër tjetër pikërisht numerik. Në bazë të numrave, ai thotë që mund të modifikosh realitetin, jo vetëm tëndin, por në përgjithësi. Sipas tij, realiteti do të ishte, me fjalë, do të mposhtje realitetin, pra matriksin, vetëm në qoftë se do ta përdornin këto teknika që ai bën në globalitet, pra të gjithë së bashku, sepse një i vetëm mund të modifikojë, por shumë pak. Në fakt, disa që i kanë provuar këto teknika, disa kanë efikase, disa thonë jo, nuk më ka bërë asgjë. Pikërisht pra sepse sipas tij ai e thotë dhe publikisht dhe nëpër libra që nuk janë teknika që mund të bëhen vetjake dhe të shkojnë mirë. Duhet një sinergji, sepse çdo gjë është frekuencë. Dhe tani po ju them. Atëherë, jo vetëm Grabovoi, por të gjithë thonë që çdo gjë është frekuencë, çdo gjë, çdo objekt, çdo fjalë, emetimet që ne kemi, mendja jon, mendimi, çdo gjë. Dhe në këtë rast për të, pra është ndose ju duket si kontrovers kjo, është një teori moderne, sepse ka të bëjë me fizikën kuantike që sipas tij numrat e lidhur mes njëri tjetrit përveç se kanë një frekuencë, duke i lidhur mes njëri tjetrit në bazë të sekuencës që ai mendon, pra të numrave, rregullojnë ose modifikojnë realitetin. Thash, çdo gjë që ne na rrethon është frekuencë. Dhe edhe numrat, sipas tij, janë frekuencë. Bile ai thotë, numrat vijnë direkt nga krijimi, sepse krijimi nuk flet me z, nuk flet me fjalë, flet me numra. Çdo gjë është krijuar me numra. Tani ka disa gjëra pozitive dhe disa gjëra negative në librin e tij. Unë lexova vetëm disa pjesë në PDF, por ai bazohet tek fryma, tek shpirti dhe shpëtimi global. Çdo të thotë kjo, fryma që ne marrim, se ne pa frym jemi të mbaruar, por shpirti është ai që jeton në përjetësi. Dhe në globalitet, nëse kemi një komunikim të përbashkët, padyshim do e rrisim kualitetin e jetës, por njëkohësisht mund të modifikojmë realitetin dhe të shkatërrojmë matriksin, pra atë kontrollin total që mban mendin e njeriut. Pra këtë thot Grabovoi. Dhe të modifikosh realitetin, thot që ti nuk është se ti e shkatëron atë, por thjesht të jetosh me veten dhe mes njerëzve në harmoni. Pra këtë thot ai në libër, e kam vënë disa pika që ti mbaj mend, se jo të gjitha mbajnë mend. Thash kështu është hera e parë që e lexova dhe duhet ta ndaj me ju. Pra numrat sipas tij flasin me simbole dhe simbolet janë matematikore. Matematika thotë të shkruar direkt nga universi, pra nga krijimi, por strukturat e informacionit thotë janë direkt të krijuara direkt nga krijimi, pra struktura e numrave të formuara pra direkt nga krijimi, sepse çdo numër thotë ka një frekuencë të veçantë dhe duke i kombinuar ato mes njëra tjetrës, pra numrat, padyshim thotë bëjnë bile atë që bëhet thotë matematik thotë mund të bëhet me magji, sepse kështu e quajnë ai si me magji. Por nuk është magji. Është diçka matematikore që pra kombinimi numrave. Prisni sepse kam surprizën në fund. Pra, si përfundim, çdo numër ka një frekuencë, por në qoftë se numrat do t'i lidhesh në bazë të frekuencave, për shembull 6, 4, 9, 5 apo 3, dhe këto frekuenca në bazë të testeve që ai ka bërë, gjenerojnë pra një forcë të caktuar. Dhe kjo forcë e caktuar funksionon për shembull për të modifikuar realitetin. Për shembull, një dhimbje, nëse ke dhimbje në diçka, apo të modifikosh realitetin të mendjes sënde, apo të një inteligjencë ose të një pune. Tani po ju tregoj një fakt tjetër të çuditshëm të Cies, pra që lidhet pikërisht me këta numra. A e dini se Cia ka një numër të caktuar që e ka shpikur prej kohësh për ushtarët, sepse fillimisht u fut në shërbim të ushtarëve. Pastaj u bë edhe për njerëzit, pra që tashmë e kanë marrë vesh të gjithë. Është një numër i cili është e çuditshme, por funksionon. Do t'ju them dhe provojeni dhe ju. Thash kjo është surpriza që do t'ju lëm në fund.
thuhet që e kanë zbuluar pikërisht nga këta, nga matematikanët, që lidhin numra, siç ju thash më përpara, me anë në bazë të frekuencave, dhe frekuencat pra funksionojnë në trupin e njeriut. CIA ka përdorur dhe vazhdon akoma të përdor një teknik për shërimin e trupit. Për shembull, nëse të dhem shpatulla apo zverku, bën një gjë. Quhet teknika 5-5-5-1-5. Kështu quhet. Pra 3 herë 5, 5-5-5-5, pra 5-5-5-1-5. 3 herë 5 dhe pastaj 1-5. Kjo është teknika që ti duhet ta thuash me z. Por çfarë duhet bësh? Për shembull, këtë teknik me numra, për shembull mua më dhem qafa sot, sepse u ftova. Në qoftë se unë do përqendrohem tani dhe do them, duke kujtuar qafën që po më dhem, dhe them 5, 5, 5, 1, 5. 5, 5, 5, 1, 5. 5, 5, 5, 1, 5. Por duhet jem akoma më i përqendruar që të më ikë dhimbja e qafës dhe si përfundim i këndimbja. Nuk është një shaka ky, është një fakt që ka përdorur CIA dhe vazhdon ta përdor. Dhe tani do më thoni, nga momenti pra ju të Grabovojit, këto teknikat që thash të librit të gjeni gjithandej, atë që ju thash më përpara, por edhe teknika tjera pra që të shkruaj, janë të shkruar në libra sepse janë numra pafund e gjeni, por i gjeni dhe online. Por njëkohësisht doja t'ju pyesja, në qoftë se do të më lini një koment këtu, të provoni teknikën e CIA-s. 5-5-5-1-5. Provojeni për një dhimbje që keni. Për shembull, përqendroni tek dhimbja që keni. Për shembull, ju dhem këmba, përqendroni tek këmba. Ju dhem syri, përqendroni tek syri. Pra, përpara se ta thoni numrin. Bëheni këtë dhe më thonin kur të keni përmendur numrin, nëse pas përmendjes së numrit do të shëroheni. Pres komentet tuaja. Natën e mirë.